nëse këto vendet që zhvillohen shumë dhe kanë këto godinat e larta, kanë një popullat shumë të lumtur me këtë lloj zhvillimi, atëherë pse këto njerëz vazhdimisht kërkojnë që të shkojnë dhe të qetësohen në vende që janë të paprekura, pse kërkojnë të bëjnë investime të reja në vende që nuk kanë këto lloj gradaçelash shumë të larta, nuk kanë këtë nivel të qytetërimit. Dhe kur ti shikon këtë lloj trendesh, këtë lloj paralelizmash që ka shumë probleme shoqërore në vende të tilla dhe ka një mungesë njohurie shumë të madhe shpesh për natyrën, atëherë ti kupton që ky lloj zhvillimi realisht krijon probleme në kohë. Dhe për të kthyer ndoshta tek uji, mungesa e ujit fillon që të jetë një nga problemet më të mëdha. Sepse imagjino një vend të tërë, një qytet të madh vetëm me gradaçela, çdo një nga ato apartamente që janë aty ka disa rubinet me ujë. Ky ujë duhet merret nga diku dhe gjithashtu pas përdorimit duhet të kthehet diku tjetër. Dhe gjithmonë ka një farë rikthimi që është i dëmshëm për natyrën.